Edhe pse nuk është hapur zyrtarisht, Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, Fatmir Limani, e cilëson punë të kryer çështjen e çerdhës që pritet të hapet në Çajër, njoftoi se çerdhja e Çajirit ka kapacitet dhe do të pranojë 350 fëmijë, ndërkaq tha se deri në fund të këtij viti do të hapen edhe 11 objekte të reja për kujdes të fëmijëve. Aktualisht janë përfunduar mbi 15 projekte për ndërtimin dhe pajisjen e kopshteve që do të ofrojnë për kujdesje për 1500 fëmijë, shtuar çerdhen në Çajër me kapacitet 350 fëmijë. Deri në fund vitit 2025 do të hapen mbi 11 objekte të reja me kapacitete me mbi 1100 fëmijë. I pyetur nga televizioni Shenja se deri ku konkretisht ka arritur procedura për hapjen e çerdhës në Çajër, Limani tha se ka mbetur vetëm që komisioni nga Ministria e tij të konfirmojë nëse objekti përmbush kushtet, pas çka do të pasojë edhe hapja zyrtare. Çështja e çerdhës në Çajër është në fazën e fundit. Do duhet komisioni i Ministrisë të dalë të bëjë verifikimin e asaj plotësohen kushtet ose jo, bazuar në raportin cilin ne i kanë dërguar atë, dhe me këtë do të bëhet edhe hapi i fundit për të hapur ajo si çerdhë. Ndërtimi i çerdhës në Çajër ka filluar nga përbërja e qeverisë së kaluar. Hapja e saj është shtyr disa herë. Në prononcimin e fundit për televizionin Shenja, kryetari aktual i Çajirit kishte thënë se hapja do të bëhej në fund të muajit maj. Megjithatë, edhe kjo nuk ndodhi.